Përkeqësimi i kushteve hidrometeorologjike, Kapitaneria e Portit të Vlorës pezullon lundrimin e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit. Sipas një njoftimi zyrtar, dallgët arrin lartësi nga 1.5 deri në 2.5 metra, duke bërë të pamundur lundrimin e këtyre mjeteve të vogla lundruese si dhe anijeve të peshkimit. Këto të fundit janë udhëzuar të qëndrojnë në vend strehime të sigurta. Sa i përket tragedisë të linjës Vlorë-Brindisi, ai do të vijojë të operojë normalisht, ndërkohë që përmirësimi i kushteve atmosferike parashikohet në orët e para të mëngjesit të datës 20 shkurt. Për shkak të përkeqësimit të kushteve hidrometeorologjike në gjirin e Vlorës të enjtën dhe të premten e kësaj jave, autoritetet kanë vendosur ndalimin për mjetet e vogla lundruese, si dhe ato të peshkimit që operojnë në det të hapur. Era pritet të fryjë me një forcë deri në 7 ball dhe dallgët të arrijnë deri në 2.5 metra. Ndalimi do të jetë në fuqi nga ora 8 e datës 19 shkurt deri në orën 6 të datës 20 shkurt. Ndërkohë anijet e transportit ndërkombëtar do të vijojnë operimin e tyre në normalitet. Përmirësimi i situatës pritet pas mëngjesit të datës 20 shkurt.